Gjesti qëndron i ulur në një cep të shtëpisë, me duart në kokë dhe shikimin e humbur në zbrazë të tij. Sytë janë mbushur me lodhë dhe fytyra e tij reflekton një lodhje të thellë emocionale. Ai merr frymë thellë, por çdo herë që përpiqet të qetësohet, ndjen një peshë të madhe mbi supe që nuk e lë të qetësohet. Po çmendem nuk mundem më, përshpërit ai për vete, duke shtrënguar duart fort. Asgjë nuk po shkon siç duhet, çdo gjë po më del jashtë kontrollit. Nuk jam mirë fare, ai ndjen një boshllëk të thellë brenda vetes, një ndjenjë izolimi që sa vjen dhe shtohet. Nuk kam më asnjë njeri këtu, të gjithë më janë kthyer kundër, vazhdon ai me një zë të ulët, sikur po flet me veten. Kujton momentet e fundit kur është përballur me debate, përçmime dhe refuzime. Gjithçka duket sikur po bëhet gjithnjë më e vështirë për të. Gjesti shikon përreth, por askush nuk është pranë tij. Banorët e tjerë janë të zënë me bisedat dhe debatet e tyre, ndërsa ai ndihet si i padukshëm, si një i huaj në atë shtëpi. Mbase duhet të largohem, mbase kjo nuk është për mua, mendon ai me zë të dridhur. Por një pjesë e tij nuk do të dorëzohet. Ai e fshin shpejt një lot që i rrëshet në faqe dhe mbyll sytë për disa sekonda, duke u përpjekur të gjejë një grimc force brenda vetes. Për momentin nuk e di çfarë duhet të bëj, por një gjë është e qartë, nuk është mirë fare dhe nuk mund ta fshej më këtë ndjenjë. Egli dhe Rozana përfshihen në një debat të ashpër, ku tensionet mes tyre arrin kulmin. Egli, e zhgënjur dhe e irrituar nga sjellja e Rozanës, nuk mund ta mbajë më përbrenda inatin që ka ndaj saj. Ajo i drejtohet Rozanës me ton të lartë dhe fytyrë të ngrysur. Rozana, ti më ke tradhtuar. Më the që ishe me mua, që do të më mbështesje, por në fund çfarë bëre? U bashkove me Gjestin dhe më le pas krave. Më dhe goditjen më të madhe kur nuk e prisja. Rozana, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza pa u mbrojtur, kthehet menjëherë me një ton të ashpër dhe mbrojtës. Egli, mos më akuzo mua për diçka që nuk është e vërtetë. Unë nuk të tradhtova, thjesht nuk mund të vazhdoja të rria mes teje dhe Gjestit. Nuk kam pse të zgjedh mes jush. Egli qesh me ironi dhe tund kokën. S'ke pse të zgjedhësh. Po ti e bëre zgjedhjen tënde. U afrove me të, e mbështete atë, kur e di shumë mirë se çfarë më ka bërë. Dhe tani do të më thuash që kjo nuk është tradhti. Mos u mundo të më bësh për budallaqe, Rozana. Rozana shtrëngon nofullat, e acaruar nga akuzat e Eglit. Ti ke filluar të shohësh armiq kudo, Egli. Unë nuk kam bërë asgjë kundër teje. Nëse unë dhe Gjesti kemi vendosur të flasim, kjo nuk do të thotë që të kam tradhtuar. Egli shtyn flokët pas me nervozizëm dhe afron fytyrën e saj pranë asaj të Rozanës. Jo, Rozana. Ti nuk je më ajo që besoja. Ti nuk ishe vetëm një shoqe për mua, por një mbështetje. Dhe tani që e shoh qartë, e kuptoj që ti më ke përdorur. Dhe pastaj, si për ta bërë edhe më keq, u bashkove me atë njeri që më ka bërë më shumë keq se kushdo tjetër. Rozana e shikon me zhgënjim dhe lëviz duart si për të treguar se është e lodhur nga kjo situatë. Më vjen keq që ndihesh kështu, por nuk do të lejoj që të më bësh të ndihem fajtore për zgjedhjet e mia. Nëse ti ke probleme me Gjestin, kjo nuk ka të bëjë me mua. Unë nuk dua të jetoj në dramën tënde. Egli mërmërit diçka nën zë dhe tund kokën, duke u larguar me hapa të shpejtë, ndërsa Rozana qëndron aty, duke marrë frymë thellë dhe duke u përpjekur të mbajë qetësinë. Por a është ky fundi i miqësisë së tyre apo një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë tension në shtëpi? Rozana dhe Egli përplasen ashpër në një debat që duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë. Rozana, e nervozuar nga sjellja e Eglit, nuk përmbahet dhe i drejtohet me tone të ashpra. Egli, ti nuk je në rregull fare. Nuk mund ta besoj se si po sillesh, thot ajo me nervozizëm, duke e parë drejt në sy. Egli, e cila nuk është e prirur të pranojë akuza të tilla, mban një qëndrim mbrojtës dhe e shikon Rozanën me një shprehje të ngrirë. Pse? Sepse nuk jam më budallaqka që përdorej nga Gjesti. A është kjo ajo që të shqetëson? Ja kthen ajo me një ton ironik. Rozana tund kokën me zhgënjim dhe ngrit zërin. Jo, më shqetëson fakti që ti lejon të përdorin, pastaj vjen e më sulmon mua. Ai të shfrytëzoi për lojën e tij dhe tani ke kurajon të më sulmosh mua sikur të kem faj unë?
Egli buzëqesh me nervozizëm, duke e ndjerë se kjo bisedë po ja caron gjithnjë e më shumë nervat. Unë u përdora? Unë? Rozana, e di çfarë? Mbase në atë kohë nuk e kuptoja, por tani shoh qartë. Dhe po, e di që gjesti më ka përdorur, por të paktën e kuptova. Ndërsa ti je ende këtu duke u marrë me të njëjtin person, duke bërë të njëjtat gabime. Rozana nuk mund ta besoj arrogancën e Eglit dhe shtrëngon në fullat. Mos guxo të më flasësh mua ashtu. Unë të kam mbështetur gjithmonë, isha unë ajo që të thosha të hapje sytë, dhe tani vjen e më kthen mua kundër? Të ka mësuar mirë gjesti, apo jo? Egli qesh me ironi dhe shtrëngon krahët mbi gjoks. Mbase po, mbase jo. Por një gjë e di me siguri, unë nuk jam më ajo Egli që e përdor të gjesti dhe që i beson të verbërisht njerëzve si ty. Tensioni midis tyre arrin kulmin dhe për një moment dhoma mbushet me heshtje të rëndë. Rozana mërmërit diçka në zë dhe largohet me hapa të shpejt, duke lënë pas një Egli të zemëruar, por edhe të kënaqur që kishte thënë atë që mendonte. Por a është ky fundi i marrëdhënies së tyre, apo thjesht një tjetër përplasje që do të sjellë edhe më shumë dramë? Gjesti ndërhyn në debatin e ashpër mes Eglit dhe Rozanës, duke u përpjekur të qetësojë situatën dhe të mbrojë Eglin nga sulmet verbale të Rozanës. Ai afrohet me ton të butë dhe përpiqet të flasë, por Egli duket e acaruar dhe nuk dëshiron as ta dëgjoj. Egli, unë po mundohem thjesht të të mbroj, nuk ka nevojë të acarohemi më shumë, i thot gjesti, duke ngritur duart si shenjë pajtimi. Por Egli ja pret fjalën me nervozizëm, duke tundur kokën dhe duke i hedhur një vështrim të ftohtë. Mos u mundo të më mbrosh ti. Nuk kam nevojë për ndihmën tënde, aq më pak nga dikush si ti. Ik, zhduku. Gjesti mbetet për një moment i habitur nga reagimi i saj. Po unë thjesht dua të të ndihmoj, Egli. Nuk dua që Rozana të sulmoj kështu. Nuk po të bëj asgjë të keqe, vazhdon ai, duke u përpjekur të ruajë qetësinë. Egli e shikon drejt në sy, me inat dhe zhgënjim. Më ke bërë mjaftueshëm keq sa që nuk dua më ndihmën tënde. Ti nuk je këtu për të më mbrojtur, por vetëm për të luajtur lojën tënde. Ndaj të lutem, largoju. Rozana vë buzën në gaz dhe tund kokën ironikisht. E shikon, gjesti? As ajo nuk të beson më. Më mirë mos u përziej fare, i thot ajo, duke e shfrytëzuar situatën për ta vënë gjestin edhe më në siklet. Gjesti merr frym thellë, shikon Eglin edhe një herë dhe pastaj tund kokën me zhgënjim. Mirë, si të duash. Nuk do të mundohem më, thot ai me një ton të ftohtë, duke u larguar nga debati. Egli e ndjek me sy ndërsa ai largohet dhe pastaj kthehet nga Rozana, ende e acaruar. Atmosfera mbetet e tensionuar dhe duket qartë se mes tyre ka ende shumë për të sqaruar. Gjesti qëndron i ulur në një cep të shtëpisë, me duart në kokë dhe shikimin e humbur në zbrazët e tij. Sytë janë mbushur me lodhë dhe fytyra e tij reflekton një lodhje të thellë emocionale. Ai merr frym thellë, por çdo herë që përpiqet të qetësohet, ndjen një peshë të madhe mbi supë që nuk e lë të qetësohet. Po çmendem nuk mundem më, përshpërit ai për vete, duke shtrënguar duart fort. Asgjë nuk po shkon siç duhet, çdo gjë po më del jashtë kontrollit. Nuk jam mirë fare, ai ndjen një boshllëk të thellë brenda vetes, një ndjenjë izolimi që sa vjen dhe shtohet. Nuk kam më asnjë njeri këtu, të gjithë më janë kthyer kundër, vazhdon ai me një zë të ulët, sikur po flet me veten. Kujton momentet e fundit kur është përballur me debate, përçmime dhe refuzime. Gjithçka duket sikur po bëhet gjithnjë e më e vështirë për të. Gjesti shikon përreth, por askush nuk është pranë tij. Banorët e tjerë janë të zënë me bisedat dhe debatet e tyre, ndërsa ai ndihet si i padukshëm, si një i huaj në atë shtëpi. Mbase duhet të largohem, mbase kjo nuk është për mua, mendon ai me zë të dridhur. Por një pjesë e tij nuk do të dorëzohet. Ai e fshin shpejt një lot që i rrëshet në faqe dhe mbyll syt për disa sekonda, duke u përpjekur të gjejë një grimc force brenda vetes. Për momentin nuk e di çfarë duhet të bëj, por një gjë është e qartë, nuk është mirë fare dhe nuk mund ta fshej më këtë ndjenjë. Danja, e cila prej disa kohësh ka treguar afrimitet me Gjestin, më në fund vendos të ndajë diçka të rëndësishme me Eglin.
Ajo afrohet pranë saj me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, por në sytë e saj duket qartë një ndjenjë hezitimi dhe emocioni përzier. Egli, dua të them diçka, por të lutem mos e merr keq, fillon ajo, duke e shikuar drejtë në sy. Egli, e cila nuk e priste një bisedë të tillë, shfaq një shprehje kurioztare dhe paksa të tendosur. Çfarë është? Fol, i thot ajo, duke u mbështetur më mirë në divan. Danja merr frym thellë dhe, pas një pauze të shkurtër, thot, më pëlqen gjesti. Nuk e di si ndodhi, por e kam kuptuar që kam ndjenja për të. Egli mbetet për disa çaste pa folur, si e goditur nga ajo që sapo dëgjoi. Ajo përpiqet të mbajë qetësinë, por shikimi i saj i ftohtë e tradhton. Ndonë se nuk thot menjëherë asgjë, duart e saj shtrëngohen lehtë dhe në sytë e saj duket një ndjenjë xhelozie të përmbajtur. Ah, kështu pra, thot ajo më në fund, duke buzëqeshur me një ironi të lehtë. E po nëse të pëlqen, s'kam çfarë të them. Por edhe pse fjalët e saj tingëllojnë të qeta, brenda saj ndizet një ndjenjë pakënaqësie. Ajo nuk e kishte menduar se Danja mund të ndjente diçka për gjestin, dhe aq më tepër që t'ia thoshte asaj në këtë mënyrë. Danja e vëre në reagimin e saj dhe përpiqet ta qetësojë situatën. Nuk po të them këtë për të bërë të ndihesh keq. E di që ju të dy keni pasur diçka më parë, por nuk mund ta mohoj atë që ndjej. Egli buzëqesh sërish, por këtë herë duket më e ftohtë. S'ka problem, Danja. Në fund të fundit, gjesti bën zgjedhjet e veta, apo jo? Ajo ngrihet në këmbë dhe largohet nga dhoma, duke e lënë Danjen me një ndjenjë faji dhe pasigurie. Si duket, Egli nuk do ta harrojë lehtë këtë bisedë, dhe pyetja mbetet, a do të përpiqet të luftojë për gjestin, apo do të largohet nga ai përgjithmonë? Lajrti dhe gjesti përfshihen në një debat të ashpër në mes të shtëpisë, teksa të gjithë banorët janë të pranishëm dhe dëgjojnë me vëmendje. Lajrti, i acaruar dhe me ton të lartë, i drejtohet gjestit me akuza të rënda, duke mos e fshehur më neverinë dhe zhgënjimin e tij ndaj tij. Gjesti, ti je njeriu më i keq këtu brenda. Nuk ke as pak ndjenja për askën, nuk të intereson asgjë përveç vetes tënde dhe lojës tënde të ndyrë. E ke ndërtuar gjithë këtë strategji duke përdorur banorët një nga një dhe duke luajtur me ndjenjat e tyre. Banorët fillojnë të murmurisnin mes tyre, ndërsa gjesti mundohet të mbajë një buzëqeshje ironike në fytyrë, duke u përpjekur të mos tregojë nervozizëm. Lajrti vazhdon më tej, duke i drejtuar një shikim të ashpër, ti nuk ke bërë asgjë tjetër veç se ke mashtruar njerëzit këtu. Fillimisht u mundove të afrohesh me Eglin, pastaj e hodhe poshtë si një letër të vjetër. Më pas fillove të ngacmoje Loredanën, duke bërë sikur kishe ndjenja për të, dhe tani e njëjta gjë me Danjen. Ti nuk di të krijosh asnjë lidhje të sinqertë, sepse je i ftohtë dhe i llogarit të gjitha si një lojë. Gjesti sheh përreth, sikur kërkon përkrahje nga dikush, por askush nuk flet. Disa banorë duket se bien dakord me fjalët e lajrtit, ndërsa të tjerë thjesht ndjekin debatin në heshtje. Dhe më e keqja, vazhdon lajrti, duke treguar me gisht gjestin, është se ti nuk pranon asnjëherë gabimet e tua. Gjithmonë gjen mënyra për të manipuluar situatën, për të bërë që viktima të dalë fajtor dhe për ta kthyer lojën në favorin tënd. Por e di çfarë? Të gjithë po e kuptojnë lojën tënde të ulët dhe nuk do të mund të fshihesh pas saj përgjithmonë. Gjesti më në fund reagon, duke ngritur supet me një buzëqeshje të lehtë. Unë nuk kam përdorur askën, lajrt. Ndoshta ju thjesht nuk e kuptoni lojën dhe për këtë arsye ju duket sikur unë po manipuloj. Gjithçka që kam bërë këtu brenda, e kam bërë për të mbijetuar, ashtu siç po bën edhe ti, mos më akuzo për diçka që edhe vet po e bën. Debati vazhdon të bëhet edhe më i nxehtë, me lajrtin që nuk tërhiqet dhe gjesti që mundohet të mbajë qëndrimin e tij. Situata mes tyre tashmë duket se ka arritur në një pikë pa kthim dhe gjithë shtëpia pret të shohë si do të zhvillohet më tej kjo përplasje e fortë. Gjesti ulet pranë Kellit dhe duket i menduar, me një shikim të largët, si dikush që po rikujton momentet e kaluara. Kelli e vëren shqetësimin e tij dhe i drejtohet me një zë të butë. Gjesti, çfarë ke? Duket sikur mendja jote është diku tjetër. Gjesti psheretin dhe kalon duart mbi fytyrë, duke u përpjekur të mbledh mendimet. Pas pak çastesh, ai më në fund vendos të flasë, duke shprehur ndjenjat e tij. Nuk e di, Kelly. Thjesht më ka marrë malli për Eglin.
Jam munduar ta largoj nga mendja, të sillem sikur nuk më intereson, por nuk mund ta mohoj që ajo më mungon. Kur e shoh që nuk më afrohet më si më parë, ndjej një boshllëk. Nuk e di nëse është nga që jam mësuar ta kem pranë apo sepse ndjej vërtet diçka për të. Kelly e dëgjon me vëmendje dhe e sheh drejtë në sy. Nëse të mungon aq shumë, pse nuk shkon të flasësh me të? Ndoshta dhe ajo ndihet njësoj, por nuk po guxon të afrohet. Gjesti tund kokën me një buzëqeshje të hidhur. Nuk është kaq e thjeshtë. Nuk dua ta lëndoj. Nuk dua ta fus sërish në të njëjtën situatë ku ndihet e pasigurt për ndjenjat e mia, unë vetë nuk e di çfarë dua përfundimisht. Ndonjëherë më duket sikur është më mirë që secili të vazhdoj rrugën e vet, por pastaj vjen një moment si ky, kur nuk mund ta ndaloj veten nga mendimet për të. Kelly buzëqesh lehtë dhe i vë dorën mbi supë. Mbase duhet thjesht të ndjekësh zemrën, Gjesti. Sepse nëse vazhdon të ndihesh kështu, atëherë ndoshta Egli është dikush që vlen më shumë për ty se sa e ke kuptuar deri tani. Gjesti qëndron për pak në heshtje, duke reflektuar mbi fjalët e Kellit. Në mendjen e tij, imazhi i Eglit nuk largohet dhe pyetja e madhe mbetet: a duhet të ndjek ndjenjat e tij apo të qëndroj larg për të mos e lënduar atë më shumë? Danja ulet pranë Eglit dhe fillon t'i tregoj për një ëndër të çuditshme që kishte parë natën e kaluar. Ajo duket paksa e habitur dhe e hutuar, ndërsa shikon përreth për të siguruar që askush tjetër nuk po i dëgjon. Egli, nuk e di pse, por pash një ëndër shumë të çuditshme dje natën, thot ajo me një ton misterioz. Egli bëhet kurioztare dhe e pyet me entuziazëm: çfarë ëndre? Tregom, tani dua ta di. Danja psheretin dhe vazhdon: nuk e di si ndodhi, por ëndërrova që Gjesti më puthi. Ishte aq reale sa që kur u zgjova, për një moment, mendova se kishte ndodhur vërtet. Ishte shumë e çuditshme, sepse unë dhe Gjesti shpesh kemi debate dhe nuk e kam menduar kurrë në atë mënyrë. Por ja që më ndodhi kjo ëndër dhe më ka lënë pak të habitur. Egli qesh dhe e ngacmon: mos ndoshta ke një pëlqim të fshehtë për të dhe nuk e pranon? Ndoshta zemra jote po të jep sinjale që ti nuk i ke kuptuar akoma? Danja shkon kokën duke qeshur, por duket pak e menduar. Jo, nuk ka lidhje fare me ndjenja. Thjesht më duket e çuditshme që e ëndërrova në atë mënyrë. Nuk e di çfarë mund të thotë kjo, por gjithsesi, më la të menduar. Egli vazhdon ta ngacmojë, duke i thënë se ndoshta në mënyrë të pavetdijshme, Danja ka një tërheqje ndaj Gjestit. Danja, megjithse mundohet ta mohojë, e ndjen që kjo ëndër i ka lënë një përshtypje të pazakontë. Tani ajo nuk mund të ndaloj së menduari për të dhe përse pikërisht Gjesti u shfaq në ëndrrën e saj në atë mënyrë. Egli dhe Aldo ulen për të biseduar në një cep të shtëpisë, larg syve të tjerëve, ndërsa Egli duket të shqetësuar dhe e mërzitur. Ajo shpreh gjithë mllëfin dhe dhimbjen që ka ndjerë gjatë kohës që ka qenë në shtëpi, veçanërisht për shkak të Gjestit. Aldo, unë s'po mundem më. Ai më ka bërë të ndihem keq gjatë gjithë kohës. Nuk e kuptoj pse e ka pasur me mua që nga fillimi. Ai është personi që më futi në depresion dhe më bëri të ndihesha e pavlerë. Aldo e shikon me vëmendje dhe mundohet ta qetësoj, por Egli vazhdon të flasë, ndërsa fytyra e saj tregon zhgënjim të madh. Ai nuk ka bërë asgjë tjetër veç se është tallur me mua. Në çdo moment më ka provokuar, më ka përdorur për lojën e tij dhe pastaj më ka lënë pas dore sikur nuk ekzistoj. E gjitha kjo më ka rënduar shumë emocionalisht dhe nuk e di si mund ta përballoj më gjatë këtë situatë. Aldo i vendos dorën mbi supë, duke e parë me keqardhje. Ai përpiqet ta mbështesë: Egli, mos lejo askënd të ulë kështu. Ai nuk vlen aq sa të ndikoj kaq shumë tek ty, ti je një vajzë e fortë dhe nuk duhet t'ia japësh këtë kënaqësi. Nëse ai ka luajtur me ndjenjat e tua, atëherë tregoji që nuk të intereson më. Egli psheretin dhe fshin syt, duke u përpjekur të mbledh veten. Po përpiqem, Aldo, por është shumë e vështirë kur çdo ditë duhet ta shoh dhe ai sillet sikur nuk ka bërë asgjë. Është sikur për të unë kurrë nuk kam pasur rëndësi dhe kjo më dhem më shumë se çdo gjë tjetër. Aldo tund kokën dhe i thot me vendosmëri: mos e lejo të bëj të ndihesh kështu. Tregoje që je më e fortë se ai dhe se nuk ke nevojë për dikë që të shkel për të ndjerë veten superior.
Egli e dëgjon me kujdes dhe merr një frymë të thellë, sikur po mundohet të çlirohet nga pesha që ka ndjerë. Ajo duket e lodhur, por njëkohësisht e vendosur që të mos lejojë më që gjesti ta ndikojë kaq shumë.